Miq Prizmës, sigurisht që në kohën e sotme në dhitë edhe ligjore janë nga çudia deri në absurd. Edhe më vjen keq që duke pasur parasysh se jam një gazetar, do kundërshtoj me forcën më të madhe një ligj i bërë në koncepte pak a shumë perfide, të hedhur, të një ligji i cili e ndan gazetaren si specie në vete për sa i përket shpifjes. Gati i ngjan aty në ligjeve të cilët bëhen apostafat për komunitetin LGBTQ, për njerëzit me, nuk e di, shije seksuale ndryshe, të cilët kërkojnë patjetër diçka më tepër. Gati i bjen nesh edhe të drejtave të njeriut, për njëkohësisht edhe parimet të mëdha universale, që shpifjen e shohin edhe në modelet e religionit një absurd edhe një të keqe të madhe të shoqërisë. Edhe ç'a ndodh në kuvendin e Shqipërisë me propozim nga Partia Socialiste, miratim nga Edi Rama, dekriminalizojnë ose e heqin nga subjekti i krimit, nga objekt krimi, shpifjen për gazetarët. Për gazetarët që vërtetohen që janë gazetarë, jo të gjithë. Por hajde gjeje pastaj çfarë modalitetesh ka, kush është moduli, kush është parimit për taksuar ke gazetarit. Ndiun rroga, janë një formalitet të çereku i tyre. Po themi një personi VIP duke filluar ke gazetarët e mëdhenj deri ke personat publik, ja, si puna ime për shembull, që ka shkruar në për gazeta me vite, që del në televizion me vite, që është pjesë e medias me vite, dhe çfarë ndodh tash? Nëse filloj e shpifi unë për parti politike, për një person, për një ndërmarrje, për një shpifi, unë nuk përbëj më as objektin shpifja ime për tu gjobitur, për dalë në gjyq. Jo. Jam gazetar, mund shpif sa të duash. Edhe bashkohem me komunitetin e shpifarakëve gazetar, në shumicë, sidomos me ato të portaleve dhe atyre që s'majnë përgjegjësi, no name, no face, hajde gjeje ato për t'i ndëshkuar, ta zemë se ata nuk futen si subjekt ligji. Po ku t'i gjesh ato? Tash i marrin të drejtën e shpifjes. Futemi në komunitetin shpifarakë dhe kush, një pjesë e gazetarisë është më keq, më shëmtuar, më shpifarake se vetë politika. Çfarë është ky lloj absurdi? Ky lloj absurdi ka këtë bazë, janë munduar prej kohësh që kur gazetarët kanë shpifur, kanë dalë në gjyqje dhe janë çuar 1000 organizma politika në anën tjetër, nëse e ka bërë pushteti, është çuar opozita, edhe viceversa. Po domethënë, kur ka qenë opozita e sotme në pozitë, kur është bërë shpifja, i kanë hedhur në gjyq, ka dalë kjo që është sot pushtet edhe ka dalë e ka mbrojtur gazetarë, gazetaria, shtypi lirë, fjala e lirë, vaj lesh në këtë lloj koncepti kur është duke shpifur, kur është kapur në shpifje. Tash çfarë bën Edi Rama, duke e provuar këtë punë, ja heqin fare, i bëjmë të paprekshëm këta gazetarët. Janë shpifarak gjithë, baras gjithë. Ndërkohë, kur një gazetar shpif për një njeri aty, ai shkreti shkon në burg. Kur shpif ose paguan gjob, gazetari jo. Dhe kush, sidomos një pjesë e gazetarisë, jo të gjithë gazetarët, sigurisht, absolutisht jo të gjithë. Ka shumë që kanë parime dhe kanë sens, pudor moral, po një pjesë e madhe, jo vetëm që s'kanë, po janë në shërbim të imoralitetit shpifjes, bazojnë jetën e tyre politike, krahas gazetareske, në varësitë politike duke shpifur. Gjëja më monstruoze që mund të ndodhi është shpifja ke gazetarët, dhe nuk janë raste të pakta. Plus në kohën e sotme janë shtuar portale. E quajnë veten gazetar dhe ata. Ka emrin portal, mas portalit shihen disa njerëz, e quajnë veten gazetar, po përhapin lajme dhe shpifin. Shpifin në mënyrë të tmerrshme. Ç'a bën Edi Rama? Jo heq gjithë shpifin, le të shpifin gjithë. Barazohen gjithë. Barazon edhe mua që nuk kam dëshirë, edhe një kolektiv që s'ka pikën e dëshirës që të shpifi. Mund të bëj akuzat të rënda, mund të shaj deri në shamje, mas edhe fyrje, po jo të shpifi.
Mbase rëndon fjalën, i thot ik marr, s'du ta them atë fjalë tash, ose marr kështu e marr ashtu. Jo shpifje. Jo, e kanë votuar edhe kontrollova që se ekziston as në Itali, nuk ekziston as në Francë kjo punë. Nuk ekziston edhe ato vendet moderne, kaq moderne që s'kan lidhje me ne, si janë Danimarka dhe Norvegjia. Vende që jetojnë botën e tyre, kanë fluskën e tyre nganjëherë prej idiotësh, interpretojnë fakte në mënyrë idiote komplet, s'kan lidhje as me Ballkanin, s'kan lidhje as me Mesdheun. Mund ta quajnë mbrapa metër, por kujt i plasi se na quajnë ata mbrapa metër, ne kemi zonën tonë, ne kemi mentalitetet tona, zakonet tona, pse do t'i marrim patjetër danezëve dhe finlandezëve që gjysmën e vitit e kanë -30 gradë. Për çfarë arsye? Duhet jemi kaq përparuar. Jo më ne kemi 300 ditë me diell. Na vlon truni për gëzimit, hares, plazhit dhe mrekullive natyrore që kemi. Si jemi të mbuluar me borë. Pse u dashkemi të bëjmë ne si danezët. Për Groenlandën, për kujt i plasi për Groenlandën dhe për arit polar atje. Unë jemi natyrë tjetër. Për çfarë u dashkemi për shtat me marrëzirat e tyre. Me marrëzirat e tyre të një ultraliberalizmi dhe një demokraci idiote. Kur këtu funksionon ndryshe dhe jemi krejtësisht ndryshe edhe si natyra njerëzore, ndash edhe për gjeografi, ndash edhe për natyrë, ndash si doni ju. Për çfarë u dashka gazetarët të jenë ndryshe njerëzve? Pse ata duhet të shpifin? Për çfarë arsye duhet shpifin gazetarët? Edhe mos dënohen për shpifjen, as në gjop. Është një marrëzi absurd i cili i ndan. Pastaj atë që kishin bërë tjetër në ligj është që të mbrohen gazetarët në një farë mënyre nga sulmet që mund t'i bësh. Kjo është e drejtë. Sepse është duke bërë punën e tij dhe të sulmohet, sigurisht kjo nuk lejohet. Po jo t'i japësh kaq prioritet që të shpifin e mos dënohen. Në radhë parë janë njerëz, shpifja dënohet, po ju them edhe herë, dënohet në Bibël, dënohet në librat e shenjtë, në Kur'an edhe kudo. Shpifja është shpifje. Dhe duhet ngritur si subjekt krimi. Është njësoj, kam thënë, sikur t'ja heqësh si subjekt krimit edhe dekriminalizosh vjedhjen për hajnin. Ai hiqet. Ai e ka zakon atë. Po edhe gazetari mund ta ketë zakon shpifje. Të thotë jam gazetar. E si tash, vazhdoj shpifi. Të shpifi politikisht, të shpifi financiarisht, të shpifi edhe për familjen, të shpifi edhe për gruan, të shpifi për burrin, të shpifi për gjithkënd. Dhe është gazetar, le të shpifi. Kjo është absurd. Absurd. Është mërzitur, si duket, me sa duket të thava, e di çka ke heqë, le të shpifin gjithë, vazhdoj. E kuptoj që është mentaliteti i Edi Ramës, dhe do t'ju thotë aty edhe në Evropë, që shiko sa modern jam unë. Po për mu, kjo është një mënyrë shumë e keqe e qasjes në demokraci. Demokracia dhe shpifja nuk shkojnë bashkë. Demokracia perceptohet nëpërmjet ligjeve. Sigurisht njerëzore, po jo me ligjet e shpifjes, edhe shpifarakëve. Shpifjes, sidomos gazetare. Kërkush në botë, por sidomos gazetare. Kjo iku e dyta. Është një gazetar fantastik, Gëzimi Metaj, në Kosovë, i cili po i nxirrte bojën aty në marrëzirave me drona, prodhimit dronave në Kosovë. Që për më tepër shoqërohen edhe me fotografi ku merr pjesë edhe Albin Kurti. Drona prodhon Kosova e sotme, bëjnë edhe prova, të gjitha fake. Ai u nxjerr bojën. Ju tregon se ku i kanë marrë ato pamje, ç'pamje janë ato, drona kush i ka hedhur, dhe sigurisht janë kinezë, janë prova që bëhen, se nuk ka distanca të tilla Kosova. Ju tregon që s'ka aftësi Kosova që të prodhoj drona të tillë, sa do të vjedhur. Ju tregoj që ligjisht nuk mund t'i prodhoj sepse nuk lejohet t'i prodhosh, sepse do infrastrukturë dhe strukturë ligjore dhe njëkohësisht softwaresh edhe inxhinierike që nuk i ke. Pra e duke shitur mend dhe po gënjen, po sidomos gënjeshtrat deri në logo. Logoja që ishte marrë nga një firmë franceze. Nuk e i zotit prodhosh as software, nuk mund t'i komandosh, nuk e poligonet, nuk e industrinë, nuk e inxhinierët në dispozicion, nuk e legislacionin, nuk e as strategji ushtarake dhe të Ministrisë Mbrojtjes edhe
të personit ushtarak i cili duhet ta përfaqësojë, ta kontrollojë, dhe thuaj që jam duke bërë dronet. Për më tepër që i ke bler dronet Turqi dhe nuk i nxjerr dot në ajër sepse nuk i lejon NATO, nuk i lejon sepse je në vëzhgim dhe nuk je i pavarur ta bësh këtë punë. Për më tepër kur thuaj 1000 kilometra, sepse kështu në këtë lloj koncepti thuaj që unë godas edhe Beogradin ose na goditi Beogradi. Këto janë marrëzira, po kur këtë marrëzi shoqërore dhe gazetari e sqaron, shoqërore në fotografitë Albin Kurti dhe Albin Kurti ka postuar diçka, ndërkohë e ka hequr atë postimin, se e ka parë që është në marrëzi, dhe kur ke fake lajme, ke pamje fake të vjedhura dhe i thua që janë të mia, do të thotë që në Kosovë nuk kontrollohet as shtypi, nuk kontrollon as qeveria. Qeveria shkon mbas privatëve, të cilët duhet marrin populizëm, nuk e di çfarë dreqen fiton se thotë prodhoi dron, duke e ditur që nuk i prodhon dot dronet, as nuk i lejon kushti të prodhojë dron Kosova. Sepse sigurisht bëhet një subjekt pastaj për të ngritur strategji të tilla sulmi edhe nuk e di diskresion të shmendur politike edhe moral që mund ta shfrytëzojnë serbët edhe kushdo armik i Kosovës. Unë kam dëshirë që Kosova jo vetëm të ketë drone, të prodhojë drone, po mundësisht jetë më e fuqishme edhe se Shqipëria jonë, që është NATO, për armatim. Dakord, që të prodhojë gjithçka, po jo gënjeshtra. Është një gjë të prodhosh dron, dhe zakonisht kur prodhohen dron nuk flitet, s'bëhet za. I prodhon edhe nuk bëhet za, nuk hapesh. Po të prodhosh gënjeshtra. Kosova nuk prodhon dron. Kosova prodhon gënjeshtra. Kosova nëse do prodhonte dron, as kërkush nuk do ta dinte. Edhe do t'i prodhonte, atëherë do t'i thosha, ta mosha të keqe. Zot shtoj që mos guxonte kërkush të vinë të bëjnë më se çfarë ka bërë dikur. Po kur veprohet ashtu, as kërkush nuk e merr vesh. Dronet në Kosovë do futen dhe do prodhohen nga miqt, me leje të miqve, me anë të ligjësisë, me anë të bashkëpunimit dhe me anë të fabrikave të cilat edhe lejohen, por njëkohësisht edhe vinë efektivisht dhe zyrtarisht dhe me rregulla. Jo me pralla, marrëzira populiste, të cilat i shfrytëzon dhe Albin Kurti. Janë marrëzira të cilat është një turp i madh kur përdoret në këtë lloj mënyre. Është një turp i jashtëzakonshëm dhe gazetari ka shumë të drejtë, jashtëzakonisht të drejtë. Mund ta quajnë armike, mund ta quajnë kundra Kurtit e sa parë bën. Kur vet ai, vet kryeministri bën marrëzira të tilla. Den fotografi e shikon disa damarina që prodhojnë një diçka e cila s'është asgjë. Dhe nuk shkon kërkun dhe s'bën asgjë. Përkundazi është një diçka që nuk duhet ta lejojnë as aleatët tonë. E fundit është Piro Dhima. Sportisti i bëm nga Imara ose nga Bregdeti, i bëm i shkëlqyer këtu ke ne, edhe pastaj me 19 kalon në Greqi dhe fillon e shan Shqipërinë, shan shokët e vet, shan vendin ku lindi dhe arriti, dhe sot mrrin, sidomos në kohën e sotme, kur Greqia luan mendsh për nga zhvillimi që kemi, sigurisht turizmi dhe sigurisht fjalët e fundit të Edi Ramës që ju thot një pjesë aty që ç'pun keni ju me Aristotelin, Sokratin, leni rehat ato se sjeni ju që pasus të tyne. Dhe di çfarë thot Piro Dhima, s'kan folur kur një martë të harron që ftit të vetë Shqip, ata s'kan folur kur Shqip. I shkruan gazetave, portaleve greke, të cilët kanë armiqsinë më të madhe në kohën e sotme. Bile paguajnë para për të organizuar shoqata, kështu jeshilësh, idiot, ultramajtist dhe progresist, për të mos u ndërtuar resortet në Shqipëri, pa shkatrojnë natyrën. Akoma vazhdojnë se kujtojnë se është natyrë e tyre, e grekëve, dhe këtyre maskareve, ish komunista e progresista në Greqi, ose fashista, si doni ju, që urrejnë Shqipërinë. Edhe që bashkohet edhe ky Piro Dhimasi. Piro Dhima. Edhe që thotë himariotët nuk kanë ditur shqip. Imagjino të çfarë maskaraj grekofoni është, se nuk është as grek, është shqiptar që bën si grek. Është katastrofë. Një imoral, tashi janë rrëgjuar dhe lekët, me sa duket s'ka, do patjetër të bëj grekun e madh ose grekofonin kundër vendit që i arriti. Ja lindi kryet e tij si idiot dhe e bëri edhe kampion, dhe tashi sigurisht shtyhen mi vendin që për nga doli. Kështu ka qenë,
nuk është se kam një dyshim për këtë punë, po është një turp i madh. Është një turp i madh dhe është një gënjeshtër e madhe e përdorur, super gënjeshtër grekëve të sotme, armiq të zhvillimit të Shqipërisë dhe sigurisht pretendues tokave shqiptare. Kot janë, sepse asgjë s'bëjnë, as do të bëjnë as kurrë s'kan për të bërë gjë. Asnjëherë s'kan për të bërë. Se kanë bërë as 1920, as 1910. Se kanë bërë as 1949 kur e provuan fije, sepse e pan se si u del. Po, e pan edhe me Enver Hoxhën se si u dilte. I lanë një 1800 vdekur dhe e pan. Çdo të thotë të luftosh me të armatosurit. Me të armatosurit janë si, shiko, grekët i ngjajnë serbëve, janë një natyrë. Ku të gjenë pa armatosur bëjnë namen. Ama ku të shofin të armatosur edhe trima, grekët i ikin vrap. Grekët ishin trima me italianë, po italianët ishin për amore, kanconeta dhe gjëra të tilla, shkretët. Dhe me ne jo. Se me të vërtetë ata të presin fyt, po ne të presim jo në fyt, të këpusim komplet qafën. Ata e dinë këtë punë. Tash në këtë mes s'kemi nevojë të tregojmë njëri tjetrit se kemi shembuj, mos ju tregoj Ali Pashën. S'kemi nevojë të tregojmë. Problemi është që sot kur një qelbanik, grekofon, anti-shqiptar, si Piro Dhima, thot në himar nuk dinin shqip, din vetëm greqisht, kjo të tregon se çfarë morale dhe çfarë të marrësh janë momentin e sotëm. Mas një provokimi të Edi Ramës, Greqia sot është e nezur flak, anti-shqiptare. Dhe kjo tregon kush është Greqia në raport me Shqipërinë. Plotësisht. Shumica e grekëve kur nuk i fus, të gjithë grekët mi kallët. Por shumica janë kështu, në këtë lloj forme. Shumica. Bile kësaj radhe qeveria mundohet se e di që janë budallë, të tërhiqet sepse e ka keq, nëse do prishet me ne. Futet, e dini, futet në distres zjerëve. Absolutisht, në gjitha anët e rrethuar nga zjarri është. Nga turku, nga bulgarit, nga maqedonësit, nga ne, nga shqiptarët që ka brenda, ata e dinë këtë punë. Edhe e dinë që është humje edhe është budallë, sigurisht. Nuk është Mitsotakis që shkon deri në këto pikë. Nuk ka luajtur mend akoma. Por këta tipat, me siguri, po, portale, gazeta, parti idiote që kanë aty, ultramajtist, ultrafashist, i ka Greqia brenda, janë aty, janë njësoj si Piro Dhima, shfrytëzojnë dhe Piro Dhimën e Fredi Bejleri, janë grekofon. Fredi Bejleri është grekofon, Piro Dhima është, janë të Bregdetit, sigurisht një pjesë janë himariot, dikush, Fredi Bejleri nuk është as himariot, është të Pelenas, nuk e di që të tjerë që janë aty, por kështu janë, s'ke qaj bashka, kështu shqiptarës që janë. Grekofon. Një shqiptar që bënë si super grek. Nuk ka, s'janë grekët kur gjatë që janë grekofon. Dakor, miqtë e mi, këto desha t'i them për sonë.